Destinacionet kulturore, arkeologjike dhe historike në vendin ton mbeten ndër pikat kryesore të vizitorëve të huaj gjithnjë më tepër përgjatë gjithë vitit, referuar shifrave zyrtare të publikuara së fundmi nga kryeministri Edi Rama. Nga janari deri në shtator të këtij viti janë numëruar gjithsej mbi 1.2 milion vizitor në këto atraksione turistike, ose me një rritje prej 57% krahasuar me një vit më parë. Në 5 destinacionet më të preferuara nga turistët, Parku Arkeologjik i Butrintit rënditet i pari me plot 257.670 vizitor vetëm përgjatë 9 muajve të parë të këtij viti. Një tjetër pikë turistike shumë e kërkuar nga vizitorët përgjatë gjithë vitit mbetet Kalaja e Gjirokastrës, e cila është preferuar me 253.407 vizitor sipas të dhënave të fundit. Më pas rënditet Parku Arkeologjik në Shkodër me 150.927 vizitor, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu me 147.178 vizitor dhe më pas rënditet Parku Arkeologjik i Apolonis. Ndërsa nëse referohemi shifrave zyrtare të publikuara së fundmi, nga janari deri në fund të shtatorit të këtij viti, Shqipërinë e kanë vizituar mbi 10.228.000 vizitor, duke shënuar një rritje prej 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, ku muaji gusht shënoi fluksin më të lartë të turistëve me 2.38 milion të huaj, ose mbi 10% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.